zyrtarë të NATO-s, përveç nenit 5 që ajo pastaj është një procedurë që del jashtë çdo lloj logjike, faktikisht alianca bie dhe ky është problemi. Në këtë sens, për ne si shqiptar, në këtë pjesë tonën të vogël, por për shqiptarët dhe të Kosovës dhe Shqipërisë, mendoj se dy janë dilemat që dalin më së shumti. E para, a jemi dakord ne me prishjen e rendit botror, kështu siç e njohim, për pjesën tonë shumë modeste, dhe e dyta brenda kësaj është dhe një zgjedhje tjetër, që do të na vinë derë dhe për atë duhet përgatitemi se do të jetë më konkrete, mes Evropës dhe Amerikës, nëse këto dyja do të shkojnë kurs për plasje, ku do të pozicionohen? Kjo është vërtet. Dhe unë mendoj kjo është kryepyetja më e madhe. Dilema më e fortë, e vërtetë. Për shembull, sot dëgjoja zotin Berisha, për cilin unë kam një mendim që besoj se është i ditur, i cili thoshte diçka, kishte një nuancim. Kishte një nuancim, thoshte që për çështje sigurie patjetër duhet të jemi tek Amerika. Natyrisht, një politikan me përvojë e bën këtë lloj dallimi. Problemi është se ne jemi tashmë një marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Ku do të rrim ne me Evropën në qoftë se Trump na tërheq për flokësh në këto OKB private? Do të rrim pra. S'ka nevojë, ne po ikim vetë. Jo, se ne do të jemi, do të vazhdojmë të jemi edhe në OKB, edhe në UNESCO, edhe në UNESCO, edhe në OBSH. Dorën lart të së mbyllur. Patjetër, edhe në OBSH, edhe në traktatin e klimës, gjithë në ato 31 institucione ku Trump ka ikur, ne do të vazhdojmë të jemi. Problemi është se kur të vi puna për të bërë zgjedhjen e madhe, ku do të jemi? Sepse ajo që ne pam dje dhe këtu e mbyll, pam një president i cili ka dalë jashtë çdo lloj formati dhe çdo lloj logjike. Tonë, sa me vetë mund të jetë në rregull. Logjika amerikane mund të jetë në rregull. Jo, edhe me logjikën e një personi normal, unë besoj që do ta klasifikonte si të paklasifikueshëm fjalimin, sepse ishte një përçartje, me thënë drejtën. Ngatron vende, merret me syzet e Macronit. Pastaj thot kanadezëve, ju vetëm prej nesh jetoni. Pastaj thot evropianëve, në një vend gjermanisht folës, se thoshte do flisni gjithë gjermanisht. Tani zvicrar gjermanisht flet. E kupton, domethënë edhe unë jam me origjinë gjermane. Fjalimi ishte një përçartje nga ato që nuk e meriton një sallë aty niveli. Okej, shkurt profesor, pastaj Fatmiri dhe Akiu. Unë mendoj që ne duhet kemi parasysh një fjalim të kryeministrit të Kanadas në Davos, i cili është vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Pati edhe një thagëm të madhe, profesor. Pati edhe një thagëm të madhe. Pati dakord, por në thelbin e vet, ai pranoi që ky rend ndërkombëtar që kemi i takon historisë. Dhe ne të gjithë së bashku, tha, duhet të përpiqemi të krijojmë një rend të rinj ndërkombëtar më të fortë, me partner strategjikinën. Si? Me partner strategjikinën. Nuk e di, rendi rinë të falë. Shiko, rend të rinë ndërkombëtar pa fuqi të mëdha nuk ka fuqi. Ka, po jo me përcaktime të tilla. Jo, pavarësisht. Ai vërtet e ke antarët të sigurimit. Jo, në rregull. Dhe nënshkroi një marrëveshje të partneritetit strategjik në Pekin, Kanadaja, ky kryeministër. Vajti në Pekin dhe nënshkroi një marrëveshje. Profesor, po shkon pas 5 ditësh të kryeministër britanik. Pra, me pak fjalë, pse ndodh kjo? Të gjithë aktorët e mëdhenj kanë vite që po përpiqen për ta ndryshuar rendin ndërkombëtar, por gjithsecili nga këndvështrimi i interesave të tij. Se ne duhet shohim tonin, tani ne të fokusohemi te joni. Po, Fatmir. Atëherë, gjithë kjo çka po ndodh është pjesë e një lloj mentaliteti post-unipolar. Pra, ideja që kush është në qendër të gjithë zhvillimeve. Dhe problemi që ka ky mentalitet post-unipolar lëviz nga marrëdhëniet multilaterale te marrëdhëniet multipolare. Dhe nuk janë më normat po flas liberale pas luftës së dytë botërore, të cilat vendosin përzgjedhjen bazuar mbi një princip moral ç'është e drejtë dhe ç'është e gabuar. Por janë fuqitë e mëdha të cilat negociojnë nëpërmjet presionit forcës edhe nëpërmjet shkëmbimeve se kush do të jetë zgjidhja. Dhe këtu vim të gjithë dakord që në këtë këndvështrim të ri, roli i Shqipërisë është krejt i papërfillshëm, se nuk është as autoritet gjeopolitik, nuk është as autoritet ekonomik, nuk është as autoritet ushtarak. Përveç se, do të siç thoni ju, ka një kryeministër shumë të mençur, prandaj ka thirrur Trumpi që ta mësoj Trumpi se ç'do bëj.
Do kjo ka dalë kote në media. Me thënë vërtetën nëzorët ju zgjuar sot. Jo, nese, kjo është si ja futi Edi Rama opozitës. Kjo ka qenë, do në sot. Jo, unë mendoj që opozita ja fut vetës, por kjo është ai që ka pushtetin sot opozita duhet dilet e të bëjnë këtë debatin që po bëjmë në sot. Mirë pra, dakord, po nuk u lejuat bëhet ky debat. Nuk u bë ky debat, se ky debat ka nevojë për kohën e mjaftueshme dhe informacion e mjaftueshëm dhe nuk u dha as ky informacion as kjo kohë. Por ajo që dua të them është, unë e kuptoj shumë mirë atë çka do të bëjë Trump. America First do të thotë ekonomitë fuqishme amerikane, solide, sepse sot çështja e sigurisë nuk është vetëm çështje ushtarake, ka ndryshuar konjunktura, është çështje teknologjie, është ekonomie, është infrastrukturë kritike, dhe për më tepër, po i vi pse kam kundërshti dhe me atë që ka thënë kryeministri i Kanadas, kërcënimi kryesor sot për Amerikën është Kina, është shprehur në strategjinë e sigurisë tyre kombëtare. Dhe përballë kësaj situate, ka dy alternativa, ose ti duhet përballesh drejt për drejt që sot për sot ka pasojë dhe kosto jo të vogla, ose duhet përpiqesh të minimizosh efektet e koalicionit që ata krijojnë. Dhe prandaj pretendimi i madh për të afruar Rusinë në marrëdhënie dhe përzgjedhur Ukrainën, por edhe në perspektivën e marrëdhënies me Kinën, sepse profesori di më mirë, Kina dhe Rusia kanë qenë kundërshtarët historik me njëri tjetrin, por që janë ofruar sot dhe përbëjnë një kërcënim më të madh edhe te pjesa e Arktikut që ne mund ta diskutojmë më mbrapa me Groenlandin e tjerë, dhe kërkon të tërheqë këtë pjesë jashtë aleancës dhe ta afrojë te graviteti vet. Me këtë lloj mekanizmi. Po ashtu edhe kur thuhet që do të goditi në lindjet mesme Iranin, goditi Iranin për dobësuar efektet që kishte Irani në të gjitha zonat lindjes mesme, duke qenë sponsor kryesor jo vetëm i terrorizmit, por i gjithë konflikteve që ishin në atë rajon. Për të vazhduar pastaj me zonën e influencës së re që kishte krijuar dhe Rusia edhe Kina me Venezuelën apo me vende tjera të Amerikës Latine. Dhe kjo në brenda politikës tyre unë e konceptoj është interesi tyre strategjik, ekonomik e tjera. Ajo që ne nuk bëjmë në analizë është sa e qëndrueshme në kohë është kjo lloj politike, sepse politika e Shqipërisë nuk mund ndryshojë dot her pas here, sepse politika duhet të ketë një kontinuitet, përndryshe ne jo vetëm nuk kemi serioz, po do kthehemi fare të papërfillshëm. Dhe ajo që na intereson ne për të ardhur tek ajo që tha Skënderi do në analizën që bën e zoti Berisha thotë, po, në aleancën për sigurinë ne kemi pas një partneritet shumë më të fuqishëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ja u them pse? Sepse kur është bërë antarësimi i Shqipërisë në NATO, zoti Milo e mban mend shumë mirë, ka filluar sponsori kryesor për antarësimin e Shqipërisë nëpërmjet Adriatic Treshit. Dhe sponsor kryesor kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përballë skepticizmit që ka pas Europa dhe falë mbështetjes amerikane dhe gjërave tjera, ne u bëm vendatar i NATO-s, i cili i dha një status tjetër në politikën gjeopolitikë Shqipërisë, pavarësisht se ne asnjëherë nuk e kemi shfrytzuar, që ti themi gjërat ashtu siç janë, qoftë për çështjet ballkanike, qoftë për çështjet shqiptare, qoftë edhe për interesin ton si vend. E kemi parë siç e tha me drejt zotria, vetëm për të bërë foto. Nuk di që njëherë në një samit NATO-s ne kemi mbajtur të organizuar kush janë kërcënimet e sigurisë në rajonin e Ballkanit, sa kombinojnë me vendet e tjera të rajonit Ballkanit që janë vende anëtare të NATO-s, sa kombinojnë me Kosovën. Me thënë vërtetë, Fatmir, me që kam qenë këto samitet e NATO-s edhe ke i bukur